dëshmitarët e propozuar, sipas qëndrimit të mbrojtjes, duhet të ndëgjohen. Disa nga personat e propozuar janë të ndërlidhur mes vete dhe me të akuzuarin. Propozimi i mbrojtjes është që të ftohen miqt e të akuzuarit për pjesëmarrje në një sulm që ka pas qëllimin me shkput një pjesë Kosovës. Prokuroria speciale akuzon tani të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollesh dhe Dušan Maksimović, të akuzuar për shkak të veprës penale, kryerja e veprës terroriste. Dëshmitarët e propozuar, sipas qëndrimit të mbrojtjes, duhet të ndëgjohen. Dëshmitarët kanë, domethënë, një uri të drejtë për drejtë në lidhje me atë se kur dhe ku ka qenë Dušani, si dhe dëshmitari Miloš Radosavljević. Ditën kritike, me datë 23 dhe 24 shtator, kanë qenë konstant me të akuzuarin Dušanin në vikendicë, ku në fund të çdo muaji dhe vite më parë kanë bërë grill dhe janë shoqëruar. Kjo prokurori e kundërshton propozimin nga ana e mbrojtjes për dëgjimin e këtyre dëshmitarëve, për arsye se propozimi i tillë ka mungesë të relevancës dhe individualizimin konkret të provës, nga informacioni dhe shkresat e lëndës, nga përmbajtja e kësaj shkrese dorëzuar nga ana e mbrojtjes, rezulton se disa nga personat e propozuar janë të ndërlidhur mes vete dhe me të akuzuarin. Ky propozim është vetëm një lloj tentative për me kriju një mjegull dhe me zvarit procedurën. Propozimi i mbrojtjes është që të ftohen miqt e të akuzuarit për pjesëmarrje në një sulm që ka pas qëllimin me shkput një pjesë Kosovës. Propozoj që të caktohet ekspertiza në lidhje me llojin e uniformës, e cila është e prezantuar në faqen 132 të akuzës. Gjithashtu propozoj që të caktohet ekspertizë në raport me identifikimin me armën kontestuese për të cilën prokuroria thotë se bëhet fjalë për një pushkë snajperk. Trupi gjykues ka vlerësuar që të refuzohet ky propozim i mbrojtjes.